Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës, e cila filloi më 15 prill, është ndërprerë për herë të katërt këtë të hënë, duke shtyrë procesin për të mërkurën në orën 10:00. Pavarësisht se lëvizja vetëvendosje doli fituese e zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, së bashku me partitë tjera si Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka pasur bllokime të vazhdueshme në arritjen e një marrëveshje për formimin e strukturave drejtuese të Kuvendit. Këto palë kanë fajsuar njëra tjetrën për ngërçin institucional që ka bllokuar përfundimin e konstituimit. Nëse kjo situatë vazhdon, partitë politike mund të rrezikojnë që Kuvendi të mbetet i bllokuar dhe vendi të futet në një ngërç institucional. Sipas ekspertëve të çështjeve politike, lëvizja vetëvendosje dhe partitë opozitare duhet të arrijnë një kompromis për të zhbllokuar situatën. Sipas rregullores së Kuvendit të Kosovës, çdo ndërprerje e seancës konstituive nuk mund të zgjasë më shumë se 48 orë. Në rast se zvarritjet vazhdojnë, vetëm presidentja e Kosovës, avokati i popullit, Kuvendi i Kosovës ose një grup deputetësh kanë të drejtën të drejtohen në gjykatën kushtetuese për të kërkuar një zgjidhje. Përveç kësaj, lëvizja vetëvendosje ka bërë thirrje që grupet politike të thirren për të arritur një marrëveshje dhe të vazhdojnë me konstituimin e Kuvendit. Ata kanë theksuar se, nëse nuk arrihet një pajtim, Kuvendi mund të shpërndahet dhe vendi mund të shkojë në zgjedhje të reja. Tensionet mes palëve politike rrezikojnë të thellojnë krizën, duke lënë vendin pa një strukturë qeverisëse të qëndrueshme.